Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur. Përshëndetje dhe të dashura në visat e mia. Juftoj këtu te këndi joni gatimit për treguar receta që ne do të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të përgatisim ditë meshi sot, ditë që kemi nevojë të, edhe pse s'është e hënë, unë do ju sjell fasule të cilat do t'i sjell në një mënyrë tjetër sot. Nuk do të sjellim fasule sup, por do t'i bëjmë fasule me mish. Me mishë vici, që do t'a tregoj, jo do të vendosim një kockë brenda në fasule, t'a bëjmë atë llojin e supës, po diçka tjetër. Do t'a lëm t'a tregojmë tani me njëherë mbasi të tregoj këtu që t'a zbulojmë se çfarë kemi. Pra këtu kemi një bukë të ardhur që e kemi gati për t'a vendosur në furrë. E kam zënë brumin më përpara, e kam punuar më mbrapa, do me thënë që kemi lënë rreth 45 minuta e lash, unë nuk e lash më tepër se ishte mjaftueshëm koha për të marrë. Më mbrapa e punova prap dhe e lash edhe rreth 25 minuta këtu, 30. Dhe është kjo pamja që ne veshojmë. Dhe si do të arrim që ta bëjmë këtë bukë? Unë kam përzgjedhur me mix, ndonjëherë që të na ngelen mix, do me thënë miell i bardh integral, qiqre, thekre, çfarë do lloj miellash që mund të na kenë ngelur nga pak, mund të bëjmë një bukë dhe te kjo buka që bëhet shumë më e shëndetshme, mund të shtoni akoma brenda edhe fara të ndryshme, që nga fara susami, fara lini, fara, do me thënë kungulli, edhe këto çfarë mund të ndodhen juve në shtëpi. Kështu që këtu kemi një bukë jo të zakonshme, por një bukë e cila është shumë e shëndetshme dhe për gjithë ata që kanë probleme me shëndetin. Tani neve këtë bukën do ta vendosim në furrë që të na bëhet gati dhe do të kthehemi këtu për treguar mënyrën se si do të bëjmë fasulet. E vendosim, do t'tregojmë në fund, pastaj mbas në pjesën e dytë mënyrën se si do ta bëjmë bukën. Siç e bëjmë zakonisht kur kemi gatime të cilat na duan kohë, siç është rasti i brumit, i cili do minutazhin e tij për të ardhur brumi. Ndaj Katerina e nis punën shumë herët dhe përpiqet që t'i lë gjërat gjysmë gati dhe më pas të tregoj mënyrën se si ka përgatitur brumin. Nga cili krah do qëndrosh? Jo, do tregojmë këtu për fasulet që kemi gati dhe do kalojmë me një te krahu tjetër. Në rregull. Ndërkohë, një tjetër parapërgatitje është bërë edhe për punën e fasuleve, sepse faktikisht edhe unë kam përzgjedhur këtu fasulet e bardha, paketën e parë. Këtu? Po, të cilat sigurisht që i vendosim më përpara në ujë të qëndrojnë. Mund t'i vendosni edhe që në darkë për shembull dhe të hidhni poshtë ujin, domethënë që keni vendosur fasulet, madje është mirë që të vendosni edhe një majë skrip te pjesa e ujit që vendosni fasulet në ujë. Edhe unë kam filluar ta bëj këtë, se bëja më përpara, po e kam mësuar nga ty. Kështu që bëheni sepse faleminderit tani, bëheni sepse vërtet do të ngeleni, domethënë të kënaqur, do shikoni atë ndryshimin dhe do thoni që po Katerina ka të drejtë. Këtu tani sipas dëshirës për të shijuar fasulet dhe për të aromatizuar mund të shtoni në do me thënë gjysmë kokër, qep s'ka nevojë më tepër se ne do të hedhim qep aty, ndoshta doni ndonjë karot, ndonjë gjethe dafine që unë e kam aty brenda dhe i lëni në ujë të ziejë në temperaturë të ulët në mesatare sepse nuk duaj që të hidhni shumë. 2 gisht lart fasuleve është mjaftueshëm për të zier, sepse nëse i lëni në një temperaturë të ulët në mesatare, ndoshta merr kohë më tepër, por ngelen me vlerat e fasuleve brenda në tenxhere dhe sigurisht që bëhen fasulet më të mira dhe ai kosen si themi ne. Unë do ta lë tani për momentin këtu, nuk e vendos edhe kapakun sepse është në fazën që fasulet janë bërë gati pothuajse për të bërë këtë bashkimin tjetër. Që do të thotë, vim këtu, unë thash që do t'i bëjmë me mish. Mish nuk do të sigurisht që neve në familjet tona i përgatisim me vendosim një kockë të mishit të viçit dhe sigurisht që na nxjerr një shije shumë të mirë dhe bëhen shumë të mira si një trajt supe ku atje përdorim pastaj karrotë, selin në qep, edhe është një tjetër lloj gatimi. Këtë sot mendova ta sjell ndryshe, që do të jetë si gjell, ta heqim këtë se na bë dhe uji që të kemi ujë të nxehtë. Fillojmë me njëherë, fillimisht do të hedh vaj në ullirit. Edhe mishin e viçit e kam prerë në kubik të vegjël. Pra këtë salcën e fasuleve që bëjmë veçmas, këtë herë do ta bëjmë në një mënyrë tjetër dhe më pas të gjithë këtë do ta bashkojmë me fasulet që janë zier. Kështu? Shumë mirë. Atëherë edhe mishin. Ndërkohë t'i kujtoj pak edhe publikun, zonjat, zotrin që po na ndjekin, se gjithçka që kemi mbi tryezë sot, përbërësit me të cilët jemi duke gatuar në recetat tona, të cilat do t'i shihni pa diskutim edhe në ekran të renditura të gjitha një e nga një, i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Bashkëpunëtori ynë i gjatë në kohë, vazhdon të jetë një suport
i Vila 24, duke në dhënë mundësi, alternativa, shije, siguri ushqimore dhe shëndet që është kaq shumë i rëndësishëm. Ti shohim recetat, me qënë se jemi në pjesën e parë, aty ku është e nevojshme t'i prezentojmë në ekran dhe pastaj në vazhdimsi, sigurisht që i rikthejmë her pas here për ju që ju humbisni bukën që vendosëm në furrë. Pra një bukë me mix mielërash dhe fara e kemi realizuar. Këtë brumë do ta tregojmë pak më vonë, por përbërësit janë këto 600 gram miell për çdo përdorim, tërshër e qiqra integrale. Pra kemi bërë një mix të mielërave të përbërësve, edhe kemi vijuar mëtej me farat, një filxhan fara të ndryshme. Varet çfarë keni në shtëpi, tha Katerina, susam, fara lini, fara të zeza, fara kungulli, një lug maja të thatë, një lug mjalt, 2 lugë vaj ulliri dhe 1 lugë krip. Këto mbajni shënim dhe pastaj do të shihni se si do të përgatitet brumi dhe në fund edhe bukën e pjekur të nxjerrë nga furra. Fasulet sot po vinë në një mënyrë tjetër, pra me mishin e viçit dhe në total na duhen këto përbërës: 500 gram fasule, 500 gram mish viçi, 1 qep, 1 thelpi hudhër, 1 lugë salcë, 1 lugë piper speci, 1 lugë mix erzash, 2 gjethe dafine, krip, piper dhe vaj. Këto janë dhe përbërësit e fasuleve dhe tani Kati, unë shoj që është gati për të na treguar hapin e radhës. Atëherë, mishin e viçit, si që shikoni, kemi prerë në kubik të vegjël dhe bëjmë një kavërdisje paraprake të mishit. Duam të kavërdiset mirë dhe më mbrapa këtu do të shtojmë duke e shmangur, me qënë se neve kemi tenxeren, do me thënë që është me fund të madh, hapësirë të madhe, nuk do të heqim mishin, do të shtojmë qepën brenda. Në rast të kundërt mund të heqim mishin siç e bënin nënat tona që kavërdisnin mishin më përpara, e hiqnin nga tenxheria dhe pastaj vendosnin qepën, sepse nëse vendosim tani unë tek mishin nuk do të hedh krip, do të hedh më mbrapa kur do të hedh qepën dhe ashtu nuk është problem më. Kur e hedhim, e kam thënë dhe herë tjetër këtë dhe më dëgjoni faktikisht, sepse është vërtet një këshill që duhet dëgjuar. Nuk i dhe para duhet të kavërdiset mishit, të marrë, do me thënë, tekërohet nga të gjitha anët, dhe pastaj e shtojmë atë kripën, se nëse hedhim që në fillim fare, ju kam thënë që ai do të lëngëzohet dhe do thahet në brendësi mishi, gjë që ne këtë nuk e duam. Prandaj themi që mishi nuk ka të shihen mirë, ndërsa në këtë mënyrë bëhet, domethënë, ashtu siç duhet. Kripën e përdorim të qepa pastaj, kur skuqim qepën. Po, në momentin që do të shtojmë, dhe kur fillohet gjithmonë te qepa shtohet, është e kundërta, te qepa duam të na lëngëzohet dhe të zbutet, kështu që në fillim fare ne e hedhim kripën, ndërsa këtu është e kundërta. Prandaj vendoset fillimisht, bëhet kavërdisja e mishit dhe pastaj shtohet qepa. Të speci kuj që është djegës, do i bësh pak pikante fasullet? Atë do të thoshja sipas dëshirës, mund të shtoni një specë djegës, sepse ky nuk është se shumë, e ka aq sa duhet. Dhe kur e hedh kështu të plot, është akoma dhe më mirë. Nxjerr, do me thënë, një shije, si thua është pikante djegëse, por nuk djeg. Do me thënë, ka dhe njerëz që e përdorin, do me thënë, e presin të coptojnë, në momentin që e servirin, coptojnë specë djegës dhe hedhin nga sipër, po. Është shumë i shëndetshëm specë si djegës, neve e dim të gjithë, kështu që është mirë që ta përdorim gjërësisht në kuzhinë. Përveç se kështu të freskët, te kompania Neranzi mund të gjeni dhe farza speci djegës, të cilat dhe ato janë që janë të fara dhe mund t'i bani në kuzhinë për kohë të gjanë, se specat ndoshta herë i gjeni dhe herë si gjeni. Kemi neve dhe këtu në këto, tani kemi plot, ashtu, kemi erza, nga erzat jemi të kompletuar faktikisht, sepse që është e vërteta, te kompania Neranci gjeni, do me thënë, një gamë të madhe erzash, gjë që ju ndihmon në gatimet tuaja. E vërtet. Ja, tani, mishi është për gati dhe jemi gati këtu tani duke e shmangur anash dhe hedhim qepën. Tërkohë që unë kam dhe një thelpi hudhër, e kam lëkshtu të plot. Dhe shtojmë edhe qepën. Tani është edhe momenti që do të shtojmë edhe krip. Po, tani mund të shtojmë kripën. Edhe do të hedhim nga kjo kripa. Kjo kripa roz. Tani 500 gram fasule dhe 500 gram mishë, faktikisht nuk është për 4 persona, është edhe për më tepër. Kështu që
Mos e shikoni, do me thënë që e bëjmë një gjë që ta kemi, do me thënë, për një familje. Po. Tani vazhdojmë, do me thënë, që ta kavërtisim, të na zbutet qepa, të marrë ato, do me thënë, nxjerr ato vajrat eterike që përmban qepa që themi gjithmonë. Më mbrapa do të shtojmë edhe salcë dhe do të shtojmë edhe piper të kuqë speci. Pra, një kombinim i salcës edhe i piperit të kuqë specit, na i bëjnë, do me thënë, akoma edhe më të shishme edhe më të mira. Nëse nuk keni dhe keni vetëm njërën, do me thënë, salcën, s'ka problem, bëjeni vetëm me salcë. Tani, përveç se mishit, nëse doni, nuk është diçka që ashtu, sepse mishi do nxjerrja të shijen e vetë, edhe fasulet kanë atë shijen e vetë. Nëse doni, mund të shtoni pak nga ky, do me thënë, mix erzash. Në rast të kundërt, mund të përdorni vetëm krip piper dhe në fund, në disa krajina përdorin, do me thënë, edhe në energjikun, i hedhin dhe i nxjerrin një aromë dhe një shije të mirë. Në disa krajina përdorin rigonin. Këto janë, si thuash, ato shije tuaja, edhe njëra, edhe tjetra i shkon. Sigurisht që edhe ky miksi, që i ka të gjitha brenda, sepse këtu përmban, do me thënë, përveç se rigonit dhe këto gjërat të tjera që përmban dhe turmerik. Kështu që kjo është zgjidhja juaj. Po, me këtu i keni të gjitha. I keni të gjitha brenda. Janë të gjitha brenda. Edhe nëse her pas here nuk dini se kush janë erëzat që ju bëjmë punë në kuzhinë, ky mix i erëzave është për mish, tava, sup, salcë, ja, t'ja u kthej kështu. Përdoret pra për të gjitha llojet e gatimeve, ka turmerik, qep të thatë, hudhër e thatë, selino e thatë, rigon i thatë, majdanoz, karote dehidratuar, ka krip, pra ka një mix shijesh që e bën më të lehtë punën tuaj në kuzhinë dhe kombinohet me gjithçka që ju doni të gatuani. Në një gjë që bën mirë për zërin kemi këtu? Po, patjetër që kemi. Atëherë hedhim edhe një lugë salcë. Atë që ju them gjithmonë që duaj që salcën ta kavërdisni me patjetër. Edhe gjithmonë në qendër, sepse gjithmonë në qendër është temperatura më e lartë që është tek pjesa e vatrës së sobës. E kavërdisni që të iki era dhe të nxjerrë ato, si thuash, aromën e mirë që ka salca. Përveç se asaj ngjyrës, do me thënë, që jep në gjellë, që na kënaq syrin në momentin që bëhet gjella, por ajo ka dhe ato vlerat e veta ushqimore, por që të arrihet ky rezultat duhet bërë kavërdisja e saj që mos na vi do me thënë, ka aty sa është fryrë buka. Duhet ishte më e madhe tava faktikisht, neve nuk e kishim. Nuk duhet të hapim, jo. Jo. Nuk ka hapim do, se në bje volume. Ska problem, si korbudh. Kështu që nuk është. Tani, këtu do të shtoj edhe pak piper. është kavërdiso, do me thënë, salsa. Do të edhim edhe piper. Të kuq dhe piper të zi. Po. Apo së është i zi është? A, ishtë piper i zi. Jo, nga që tek në rëndzi ka loj, piper, jeshil piper, po pra. Ka të kuq, ka plot pipera. Po ne do përdorim këta. Dhe sot është fiks ditë fastulesh, se kur është koha pak shtu si e vranët, si kur shijojnë këto gatimet që na identifikojnë dimrin. Bëjmë buk misri, me thënë edhe njëra, edhe tjetra, janë. Tani do të hedhim këtu edhe ujë. Nëse fasulet tona janë zirë, do me thënë që është në fazën e fundit që do të duan 10 minuta, do të alëm që të zije mishi për para dhe pastaj bëjmë bashkimin. Në rast të kundërt që e kemi, do me thënë, janë zirë 50% e zirjes të fasuleve, e hedhim brënda që të arrin kohën e zirjes të dyja bashkë. Por mua do të më pëlqente që të ishin, si të ashtë 80% e zirjes të fasuleve, dhe të zijet edhe mishi këtu në veçanti, dhe pastaj të bëhet bashkimi i tyre. Është më mirë, sepse tu
fasulet marrin atë shijen, do me thënë, aq sa duhet dhe bëhet ajo lidhja. Kuptoj. Dhe nuk hedhim salsën te fasulet, po hedhim fasulet te salsa, që fasulet në momentin që i hedhim tek salsa, ato si thua hapen pak dhe bëhen atë puren e fasules dhe ajkosen. Po, trashin dhe lëngun. Trashin dhe lëngun. Po. Kështu që është edhe ky një sekret. Ne kemi mundësinë të presim. Po, ne do ta lëmë se qëndroj, meqense fasulet unë i kam gati ande, i kam të ziera pothuajse gati, do ta lëm që të na zijë këtu, që duke shtuar edhe 1-2 gjethe dafin. Okej. Dhe kështu do të lëm salcën e përgatitur me temperaturë të ulët mesatare, dhe do ta kemi gati, do me thënë varet nga lloji mishit se sa i madh është në madhësi mishi. Pastaj neve, siç e pat juve, kemi të prerë në kubik të vegjël, gjë që na ndihmon për të zier shpejt. Do t'i lëm me kapak temperaturë të ulët në mesatare rreth gjysore dhe do t'i kemi gati. Shumë mirë. Tani është momenti që ne të bëjmë pushim, kështu që presim të na piqet buka, të na zihet mishi. Ne do dalim pushim të madh. Edhe pushim i madh. Kështu që jemi fiks në kohën për t'i dhënë mundësi edhe gatimeve të gatuhen plotësisht, të bëhen plotësisht. Të gjithë së bashku do të kemi mundësi gjithashtu edhe të informohemi në fleshin informativ të orës 9:30. Me Katin jemi këtu, do bëjmë dhe bukën, do shohim edhe se sa e këndshme është dhe sa e shishme kur ta nxjerrim nga furra. Andaj në pjesën e dytë kemi ende punë për të bërë për të ndarë me ju. Ju mos u largoni, Villa 24 ju pret këtu. Dhe ne mbaruam pushimin e madh, siç thot Kati, edhe jemi gati për t'ju kthyer punës. Atëherë, të dashura Anvisa, siç pat në fillim fare, neve kemi përgatitur bukë sot, kemi vendosur brenda, por do t'rregoj mënyrën se si kemi arritur, kemi edhe një bukë tjetër që do ta bëjmë gati tani për ta vendosur në furrë. Ndërsa për përgatitjen do t'rregojmë pak më vonë, por duhet përfundoj fasulet. Në rregull, po. Rikthehem këtu të shikojmë se si kemi arritur te pjesa e fasuleve. Siç ju thash në fillim fare, që kemi vendosur më vete që kemi zier, sepse kjo zien, shikojmë se si po zihet të gjella, kjo është zierja e mirë e gjellës, do me thonë të jetë në temperaturë të ulët në mesatare, të shkrihet mishi, edhe të mbaj ato vlerat ushqimore në brendësi. Tani është momenti që ne do të bëjmë bashkimin e fasuleve me salsën që kemi përgatitur me mishin e viçit. Është shumë e thjeshtë përgatitja, thash në fillim fare kemi filluar me mishin, të cilën e kemi kavërdisur. Pastaj më mbrapa kemi shtuar qep, krip, një thelpi hudhër, kemi shtuar salsën, piper të kuq, edhe ujë që e lam të vendosej të zijej. Tani shtojmë edhe fasulet, që ju thash fasulet, unë i kam gati, duhet tani me fasulet dhe me salsën që ne përgatitëm me mishin e viçit, më thënë të qëndroj akoma edhe një 10-15 minutë që të hyj ajo shija e mishit në brendësi të fasuleve. Dhe kjo është salsa, do me thënë që do të ajkosen fasulet. Dhe nuk është fasulja sup, po është fasule gjellë. Është krejt ndryshe nga fasulja e zakonshme. Ta hedhim edhe këtë. Shumë e shishme duket, lëngu është trashur. Mishi do t'i jap shijen e vet. Fasulet janë super cilësore të kompanisë në Ranzi, duke që në pamje, kokrizat kanë mbetur në formën e tyre, pra as nuk janë shtypur, as nuk janë shpërbër, janë zier plotësisht, dhe kështu kemi një rezultat të gatimit. Tani, për punën e specit, thash si pas dëshirës, mund të vendosni, ndoshta dhe tani, ndoshta dhe në momentin e zjerjes salsës që përgatitëm me mishin, ose mund të grini copëzat vogla në momentin që do të servini. Tani ne do të lëmë që të qëndroj, përsëri temperaturë të ulët në mesatare, vazhdon të ketë ajo, këtu tek 4-5 e kam unë. Më hodhën fasule, prandaj dhe qëndroj. Tani do filloj që të zjej avash, edhe në ndërkohë hynë lëngu i mishin në brendësi të fasuleve. Edhe lidhet gjella, do me thënë ajkoset, edhe fasulet marrin shije.
do t'i kemi gati më vonë për të treguar, domethënë, të servirura. Okej, edhe tani është momenti që këto fasulet ne t'i shoqërojmë me një bukë shumë të shijshme të bërë vetë në shtëpi. Bukën ne treguam që në hyrjet e emisionit, pra tavën me brumin e ardhur, e vendosëm gjithashtu në furrë, është pjekur, por do ta tregojmë pak më vonë, sepse Kati ka menduar të na i tregojë të treja fazat. Pra, brumin e ardhur si është në një prej enëve që kemi këtu në kuzhinë, ja ku po e shihni, do të tregojmë gjithashtu se si është bërë përgatitja e këtij brumi dhe kemi një tas bosh të cilin do ta përdorim pikërisht për të bërë brumin dhe më pas do të nxjerrim nga furra bukën e pjekur. Pra ju nuk do të humbisni asgjë, pavarësisht se është një përgatitje e cila do pa kohën e vet, më shumë është kohë pritjeje për ardhjen e brumit sesa vetë përgatitja. Tani e heqim të brumin që e kemi pregatitur. Këto fasulet që bëmë sot me këtë bukën do shijonin shumë. Si që shikojnë dhe anvisat që brumi, do me thënë, ka të ngjyrën e bardhë, nëse do të ishte vetë se mielli i bardhë, do të kishte ngjyrën e bardhë. Tani do të hap, unë kam hedhur që është e vërteta vetëm, do me thënë, miell kështu fara susami pak, sepse i lash në momentin që të tregojmë tani se për të shtuar edhe këto farat. Lutem, Anil, po, më thuaj, farat e linit? Farat e kungullit. Nuk ka kapur ca. S'ka gjë, këto e marrun se këto nuk është problem. Këto do hedhim dhe në fillim fare, me thëmë. Tani që do të bëjmë në një palosje të brumit, hedhim këto farat që ti kalojmë brenda në brendësi. Ma hedh pak këtu, me thënë, një grusht. Gjithsej, do me thënë, një, edhe pak, mjaftueshëm. Okej. Farat e kungullit janë super të shëndetshme. Me qenë se i kemi këtu. Duhet të dini ti konsumoni edhe në sallata të thjeshta, të dyja të duhen, po. Po, me që i kemi i hedhim neve tani, fara lini, fara susami, fara, si thash, këto të kungullit, mund përdorni fara lule dielli. Pra, çfarë mund të ndodhen juve në shtëpi? Është të me thënë bukën ndryshe, na e sjell bukën më të shëndetshme, më të tretshme për organizmin, se të gjitha këto yndyrnat e mira që përmbajnë në farat, na ndihmojnë që të kemi një bukë të shëndetshme, do me thënë, dhe të tretshme. Ne dim shumë që çdo lloj farze, mjaftueshëm, është se brumin e kam në masën më të vogël se brumi që kishim përpara. Dhe meqense se kemi dhe këtë farën e lule kuqe, e përdorim dhe atë, juve mund të përdorni 1, 2, 3, nëse i keni mund të përdorni edhe të gjitha, nuk se po ju vëm në siklet. Okej, i kemi gati. Sa të këndshme e këto të vogla, të imta? Shumë të imta, por shumë e vlera ushqimore edhe këto. Lerë, është mjaftueshëm, Anila. Tani, do të bëjmë palosjen e bukës, do me thënë, në këtë mënyrë. Shumë të shëndetshme janë, shumë të shëndetshme. Për bukë, për smoothie, për musli, për supra, për salatra, janë këto farat lule kuqe që me që po shoh kanë realisht një sasi të lartë të karbohidrateve, proteinave, sheqernave, yndyrën e ngopur, si që themi ndryshe, kanë fibra. Duhet ti mësojmë në fakti kemi pjesë të përditshmërisë tonë, edhe nëse nuk gatuani me to në një smoothie, aty ku mund vendosni pse jo edhe frutat tuaja të preferuara për t'i grirë, me pak kos ose qumësh sipas dëshirës. Edhe mund të nisni edhe mëngjesin me një vakt të tillë të përgatitur shpejt dhe me plot vlera dhe me energji për t'i vijuar më pas ditën tuaj të ngarkuar që do të keni. Tani brumi, si që shikoni ka ardhur mjaftueshëm, ajo që më ngelet, Anila, pra këtu e kam lyer me pak vaj, do ta pudrosim me miell, mund ta heq këtë. Me çfarë do lloj mielli, tani hidh pak këtu dhe ta pudrosim. Mos ta bëj direkt në... Si të duash. Hidh pak aty dhe e pudrosim atë pjesën, po faleminderit. Të lutem. E pudrosim kështu dhe bëjmë domethënë si bukë fshati. Po, edhe kur del nga tava ka atë pjesën e miellit sipër, që ngjan dhe bukur. Tani këtë ose me një thik ose me dorë, të lutem Anila me që ja dhe thikën. Cilën nga? Kjo bën marrim, po është në rregull. Vendosi këtu me tresë dhe marrun. E lagur, urdhë. Faleminderit. Të lutem. Mendoj këtë ta bëjmë shumë në bukë të vogla. Kështu në, dhe kur piqet ajo ngjan shumë bukur.
Ndërkohë, kur e vendosim brumin në tavë, do ta lëmë edhe pak minuta para se ta vendosim. Pra ajo ardhja e fundit e brumit. I bëjmë to janë në këtë mënyrë. Palosje nga brenda dhe vendosim këtu. Marim pak këtu si kjo është më e madhe. Që të jenë top me sakt. orën, shumë mirë jemi, do kemi kohë për të vendosur bukën në furrë, për të nxjerrë bukën nga furra, për të shërbyer në pjatë edhe fasulet. Ja, në këtë mënyrë, do me thënë bëjmë palosjet nga brenda dhe i vendosim. Tani, nëse nuk na e merr, sepse shoh që është më tepër, nuk do ta vendosim, sepse do të fryhet, do ta mbajmë ta vendosim në një enë tjetër. Të vogël. Po. E rëndësishme është që ne treguam se si Mënyrën, do me thënë se punohet. si bëhet. Dhe kur është momenti për të shtuar brumit farat. Tani, nuk ka nevojë se është e butë ajo tani, mund t'i hedhim edhe fare e susami. S'ka nevojë ta lyejmë gjë domethënë. Jo, nuk ka nevojë, nuk ka nevojë. Edhe fara lulkuqe, që të na bëj ato dy ngjyshe, është mjaftueshëm. Të brumin do ta mbaj këtu dhe do ta bëjmë ta vendosim në një enë tjetër se është mjaftueshëm atje. Ajo tani duhet me patjetër ta vendosim me një pecet guzhine. Do ta lëm këtu që të na vi derisa të ashtu. Unë pastroj tryezën, nxjerrim bukën nga fura dhe servirim. Ta nxjerrim bukën. Po do ta nxjerrim, po të pastroj sa të pastroj Të tryezën. shohim recetat pak. Të shohim recetat se nuk i kemi parë që në fillim fare. 2 receta kemi sot, të dyja që shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën, pra këtë bukën me miks mbjellërash që ne sapo përgatitëm mund ta shoqëroni me recetën e dytë për realizimin e kësaj bukën na janë dashur 500 gram miell për çdo përdorim, pra mielli i thjesht, miell tërshëre, qiqrash, integral, pra një miks të miellrave. Për miksin e farave, varet çfarë ju keni në shtëpi, ne sot kemi në kuzhinën tonë një filxhan me fara të ndryshme të përziera si susam, fara lini, fara të zeza, fara kungulli, një lugë maja të thatë, një lugë mjalt, 2 lugë vaj ulliri dhe një lugë krip. Të gjitha këto i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Ndërsa fasulet sot i kemi gatuar me mish viçi, 500 gram fasule, 500 gram mish viçi, një qep, një thelpi hudhër, një lugë salcë, një lugë piper speci, një lugë mix erzash, 2 gjethe dafine, krip, piper dhe vaj. Këto janë të gjithë përbërësit e recetës së fasuleve. Mënyrën të përgatiturit Katerina na shpjegoi, pra paralelisht është gatuar në dy enë të ndryshme, ku fasulet janë zier veçmas dhe salca është përgatitur veçmas, dhe në fund në një 10 minutash i kemi lënë mbi sobë për të përfunduar zierjen e plotë të dyja së bashku, dhe shumë shpejt do ta shohim edhe në pjatë. Tani do bëjmë Anila, tani si jemi me kohën? Arrim që të... Kemi 9 minuta kohë. Kemi goxha kohë. Atëherë, si të bëjmë, të servirim përpara apo të... Po nëse ajo është gati... Jo, ta lëm edhe pak. E lëm edhe pak, mirë ti e di. Ta lëm dhe pak, thjesht heqim bukën nga fura. Okej. Ta kemi këtu në tryezë. Edhe... Tani, nëse ju doni ta bëni këtë bukën, shikojni një çik, që ka dalë që mirë. Edhe këtu kishim. Se na është bërë një bukë bufalaqe. Sepse ishte më tepër... Po mua më pëlqej që ka dalë kështu. Ishte më tepër brum se sa tava jo. Se lezetshëm ka dalë. Por doli nga ato bukë, do me thënë që... Sa e mirë. Ja ta kthejmë këtu, edhe kjo tani do dhe kjo një mbulesë, do me thënë si ta. Po. Sa e mirë ka dalë, moj Kati? Po se bëra unë e bërën mielrat. A thua, jo, edhe duart e tua. Mua s'do më dalë kështu, jam e sigurt. Shih sa e mirë ka dalë. I kam edhur edhe, si thuash, atë miellin në fund. që ta sjell bukë fshati me bukë qyteti. Mua më pëlqen shumë. Kujtojmë fshatin, kujtojmë edhe, do me thënë që atë mënyrën e moderuar që bëjmë tani me këto fara, me këto gjëra. Sa e mirë. Faktikisht kjo tani, Anila, e do këtë, do me thënë... E do këtë pecetan me sipër. Një pecet tjetër. Si për po t'i vëjmë? Ja, vëma. Apo, me si. Okej. E mirë Të është dyja edhe të kjo. pastra janë.
E pastër është edhe kjo. Tani Këtu do ta lëm pak këtu. Pastaj dua hapim prapa mbi sa vetë shikojnë. Tani lëm që të surpriza, nuk ju lëm të shihni gjërat. Do ta lëm të kulloj, po që të bëjmë brumin. Ta marrë edhe këtë pecetën se vë këtu që të mos më lëviz urdhro, faleminderit. Okej. Një shplarje të duarve se... Pra, ne e treguam si bëhet brumi pasi ka ardhur, si i shtohen farat dhe lihet sërish mbuluar me një pecet për disa minuta të tjera dhe më pas vjet në furrë. Tani, para se të shkojmë këtu, do të bëjmë brumin. Pra, kemi nisur nga fundi në fillim. Tani, këtu kemi maja, kemi dhe mjalt. Fillimisht do të hedhim majan, atë që themi gjithmonë. Po. Do të shtojmë mjaltin, të marrë një lugë tjetër. Kemi dhe një lugë atje, po kemi larg, okej. Mjalt. Po. Tani, mjalti është, si thua, më i shëndetshëm. Nëse s'keni mjalt, shtoni një lugë sheqer. Po, e kuptoj. Me thënë lugë të çajit sheqer, mos e shtoni kaq shumë sheqer. Tani këtu do të shtojmë ujin e dua të ngrohtë. Me thënë, jo të përvëluar, të ngrohtë. Po. As edhe të vakët fare. Që të punohet majaja me mjaltin. Të shkrido, me thënë, mjaltin. Edhe këtu më mbrapa asaj do shtojmë mielrat, që thamë që për mielrat kemi, nëse ju keni këto mielrat të ndryshme, sigurisht që na bëhet një bukë tjetër me shije të ndryshme, por dhe e shëndetshme mbi të gjitha. Në të njëjtën mënyrë mund ta përdorni me një miell për të gjitha llojet e përdorimeve dhe e bëni si thuash me këto farzat që neve përdorom. Po, nëse nuk keni një. Nëse s'keni këto mielrat e tjera. Megjithatë, shpesh ndodh që na mbesin në shtëpi nga pak në paketime të ndryshme. Si punë makaronave. Edhe s'kemi që bëjmë, sepse është një sasi që nuk e çbën më shumë. Është e vërtet, Anil, unë ndërkohë edhe kur më ngelin makaronat nga pak edhe nga pak, bëj një si tip sufle, si tip pasticcio, nga të gjitha, edhe nuk shkojnë asnjëherë të. Tani ta mbajmë këtu këtë, ndales edhe pak të shkri kjo pjesa e mjaltit. Pjesa tjetër do shkri në momentin që do të hedhim edhe mielrat. Tani, për punën e mielrave, kemi hedhim të mielin e zakonshëm. Unë do t'i hedhë me sy tani, s'ka problem, juve si gramatur, do me thënë, është 603 filxhan, do me thënë të qajt, se ka filxhanet të ndryshme të qajt, po janë këto filxhanët që kam këtu unë, që pi dhe kafen unë në këto lloj. Këto janë filxhan, do me thënë, 3 të tylla janë sa për 600 gram. Është mjaftueshëm. Tani, çfarë tjetër kemi këtu? Miell të shëre. Ta hapim edhe këtë miell të shërës. Të shtojmë edhe pak nga ky miell të shëre. Ja, do të hedhim një sasi. Është mjaftueshëm. Tani që miell tjetër, kam miell qiqire që bëra hodha dhe tek tjetra. Është ngjyrë verdh kjo. Mund të shtoni edhe miell misri, një dorë miell misri. Mund t'i rinte. Po, mundet. Nëse vjen era e qiqërës. Kemi edhe 4 minuta kohë gati, kështu që... Të nxitojmë atëre. Jo, që të shërbeni dhe këto fastule se kemi vënë atë specin e bukur këtu. Tani e punojmë këtë dhe bëjmë një brum si shtemi nga hera. Të edhe pak ujë. E punojmë. Tani për pjesën e farzave mund t'i shtoni edhe në momenti që hedhim, do me thënë që përgatisim brumin, ose mund t'a hedhi unë e lash, do me thënë që tregoja për farat që hodha faktikisht. Por mund t'a hedhi edhe që në këtë moment, që kështu Anila mund të hedhi nga pak nga të gjitha nga ato, mund të mi hedhësh. Do hedhim nga pak nga të gjitha. Fara lini, neve kemi fara kungulli. Shikojnë që këse mos e te projon. Se s'ka problema, Anila. Kaq? Mjaftueshëm. Edhe edhe vajin, unë se s'kam edhe vajin. Ja, dhe unë me sy hedh, nuk është se... Jo, mirë, po, shiko, buk nuk para kam bërë ndonjëherë. Ka këtë ngjyrën e... Ti hedhim dhe këto lulkuqet? Po. A hidhe pak. Mjaftueshëm. Nuk ka problem. Tani, ato parat e kungullit.
Hajde jetim dhe ato, po. Hajde jetim dhe ato. E ta punojmë tani dhe do ta lëm që të qëndroj, nuk bëjmë ndonjë veprim tjetër. Ta lëm që të vi. Okej. Tani do ta punojmë pak me duart tona. Dhe të lëm të vi. Kur të vi, do jetë si ky këtu. Që kemi mbuluar me pecet. Si ky që ju të shihni. Kur të piqet do jetë si kjo që ju prapë se shihni. Që do ta zbulojmë ta shikojmë faktikisht. Zbulojmë, po. Ja të bënim këtë brumin. Pa. Shiko. Ja. Edhe mos ta punoni shumë, ajo do të vi. Dhe pastaj do të bëni ato palosjet që bërëm neve në momentin e fundit. Dhe në fund fare, ca fara susami, ca fara lulkuqe. Në furr e tham pjekjen e Katerina? Nuk e tham duket. E pra, ja ta theme. E themi tani, s'ka gjë. Ja do li pak të enët anash dhe e them gjithmonë këtë, se ndihmon edhe brumin. Ja. Ja kështu. S'ka nevojë ta ndroni enën, se ajo siç e pat, Po, e do flyet. Ashtu do marri volum. E kemi në rregull, Anila. Tani, sigurisht edhe kjo pjesa e letrës së telefonit ndihmon, domethënë ndihmon më shumë për të ardhur më shpejt, se mbyllet në mënyrë hermetike. Diku në natona e vendosnin me një pecet guzhine, ose kishte rast edhe me atë mbulesën e guzhinës, e tryezës. E rëndësishme është që gjithmonë gjendej një zgjidhje. Këtë do ta lëm që të vi, më pas do t'i hedhim farat, do t'a fusim në furr, pra këtë që ne e treguam. Videon e gjeni pak minuta më vonë në kanalin ton zyrtar në YouTube, nëse keni humbur në një pjesë të caktuar. Tani do të shërbejmë në pjatë fasulet me mishviçi. Do të kthejmë edhe një herë bukan. Shumë mirë, dhe lëre me gjithë pecet sepse i shkon. Do bëjmë një vend këtu neve që të hapim këto pjesën këtu ti ashtu dhe të bëjmë edhe fasulet, bukë dhe fasule s'ka gjë më të mirë. Po. Atë të shion kjo buka e bërë vetë në shtëpi, nuk ka, vetëm aroma kur piqet buka, do më thënë sa lezeti jep gjithë shtëpisë. Aman dhe këto fasulet. Janë bërë për merak. Shumë të mira janë bërë. Edhe për, si e thonë, për tryezën e iftarit, do më thënë që Po, fasulet kanë goxha energji, duhet thënë, është një ndër ato ushqime që, siç thot populli, të mban. Edhe ja ku e kemi. Gati. Ti edhe pak. Ma shumë si hembushe e ti, do ta hani pa bukë. Nëse hani ka i shumë. Do me buke, do pa buke. I vendosim të dyja këtu dhe është momenti për ta mbyllur, nuk ka gjë, farat janë të cilat i rregullojmë. Edhe specin e kemi aty, kushdo e hedhë edhe një shikim të fundit, sepse s'kemi më kohë, duke falenderuar Katin edhe për sot edhe të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi si gjithmonë që ndajmë këtë emision bashkë, je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Një lule e bukur këtu në studio. Faleminderit Kati. E them dhe them me gjithë shpirt. Faleminderit shumë. Shumë të qeshin sytë dhe kjo do me thënë kombinimi që kemi me njëra tjetrën është shumë kënaqësi. Pavarësisht që ndonjëherë dhe unë nuk jam në atë formën më të mirë, sepse jo shëndeti, jo gjëra kështu, por falenderoj Zotin faktikisht që e kam Anilën këtu dhe ikem, më mbylli. Gjithashtu falenderoj dhe ju të dashur Andrisa që jeni, si të thuash, mbështetja ime më e mirë, jeni ju ato që më dërgoni gjithmonë urimet më të mira dhe ndjes që unë nuk jam shumë, edhe ne kam thënë dhe herë tjetër me këto, si thuash, rrjetet sociale, por gjithmonë këtë nga studioja i uroj, do me thënë që të keni një shëndet të mirë në radhë të parë dhe ju dua shumë. Ja, se ti them unë që i ndje Kati vetëm urime ke të lumshin duart nga edhe në komentet e videove që hidhen, kështu që ri e qetë se ti e di që zonja të duan edhe të ndjekin vazhdimisht. Publicitet kemi tani.